Që si arë me luftu. Që si arë në komandë brigadës të anë me thonë, po du mu vesh pjesari që kësë. Unë pas me nësim, ja siguru armën e me thonë gjitha. Por nuk ja ka majtë me arë me luftu. E tash qka? Nuk lejoj me manjelos asni ushtar dhe brigadës se limo invalid ose dëshmor. është koha që duhet më nalba. Ose ka më ballafaqu me zdanjone. Mëna me tonë luft ma të fort, kam bo kratë. Luft ma të fort. Adin se si të natë që i tojmë balista, ata e në ustasha nena, kur tojnë inshallah se nuk të ati duhet me ta, se me të vërtetin për vend vetin. Bosnjak kanë luftue, kanë qenë mobilizum numër i madh i bosnjakëve, ka qenë shtirë me luftu në Bosnë, nuk ka qenë letë me luftu në Bosnë, as për bosnjak, se lemo për neve si shqiptarë, se kanë luftue, bosnjak kanë luftu me sërb, kanë luftu me kroat, Bosnës, kanë luftu bosnjak me bosnjak. Se e ka pas ushtrin Fikret Avdiqi, Bihaqin atë njena, kënina ka pas Alija Izetbegoviqi. I ka ra vlau këndrej vlau kanë luftu, unë e di, vlau këndrej vlau kanë luftue. Dy port bosnjakin konë, se ajo u lidh me shkije, në më thonë, në Kosovë është bo luft, është luftue, pjesëmarrja në luft ka qenë shumë e vogël. Fatkeqësisht, qërë, unë personalisht për vetin këmë prit ma shumë, që këmë pas përkraje matë madhe pjesëtarëve shqiptarë, që kyqen në ratu që kësët që luftojnë, që me të vërtet jemi trima, kur kemi luftu për Kroacije, për Bosnë, unë kam pletëshu, edhe në Kroacije edhe në Bosnë, që kanë luftu për Kroacije, për Bosnë, se në Kosovë. Ka përor, të sharmos Jugoslave, që sot banujnë edhe në Bosnë, edhe në Kroacije, që se në me luftu në Kosovë. Kanë luftu atje, nuk e di. Shumica tiren në atë kohë, jo ka pas ndarje, jo ÇK, jo park, jo qeveria. Mus më i mandalën kërkosh, që se unë du me orë, me luftu për vend temin, mus ka mujtë mandalu kërkosh. Mus u ka interesu, a është me Bujar Bukoshin, a je me Hashim Toqina, me Bisin Svrapina, ti në që se do me luftu e, ke pas mundin me orë, me marë pushkën, me armatuar se marë me luftu. Një ambleme e kemë pas gjatë. U që këna pas tonë, unë nuk di që ka pas ambleme tjetër në Kosovë për pas ushqisë qëmëtarë në Kosovës. Po, kur dojsh të natoj me ndirë, spira në djerë sa dush. Po, kur je i vendas për me luftu për vend tonë, s'ka kushit ndalë. Mas shumë ti, që është të mpengue, mës respektimi i vlerave të luftorëve, të veterane. Ka dallim shumë të madhë. Respektimi i veteranit në Kroaci, edhe në Bosnë, me Kosovë, bënë të bindu si dita me natë ka dallim. Kemi arë një pozit që bënë i bindu që edhe unë hezitoj me ardhë, me dhonë një intervist, me kaldu diçka për luft. Se për të shuhet aja, më halë e kinezë në Facebook, a mos për të lenë rëd e përët që shtojnë të natë këtë për të shajnë. Në thonë, është bo problem, nuk ka respekt, nuk ka orë në atë kohë që le që pishojnë veteranë, po e ka një shpinjellosin edhe të shmorët edhe familjet të shmorëve. Qëre kemi rastin konkret, disa, po di që mi thonë, matrapaz, që del në premisione e këshpërdor emnin e ndimës komandantet për logistikë Gjavat Jusufit. Unë kom pas ndimës komandantet Gjavat Jusufit. Për logistikë ka qenë kodër brigadës, ta në nivel zonës. Edhe kur del, thet, jo ja ka jek fotografinë e Rugovës, jo mas 10 dite e ka vro, jo i ka thonë Jakub Krasniqit, po për me këto rena. Nuk është e vërtet, Jakub Krasniqi ka qenë shtator ka qenë vizite na. Gjëvat i vro me 3. Me 3 janar u vro, a i tëtë mas 10 dite. Në më thonë, kur e dim kush e ka organizuat prit, e dim forcat e sërbe, e dim vllai kujna ka qenë i Broboniqit, që është ish milet, se po leci këty në herit, dhe më thonë i veshën, edhe qyrin, minjellos, edhe dëshmort, që ka ndonë njëtëm, a qesin dore në zanë me menu bre, kalon bre një djale, kalon grue, kalon vajzë, kalon qysh ndijen ata. Qëfar pozicioni vinë ata,
kur del e nga ndikan televizion e atet po ka thonë kështu, jo kështu, jo këtë ka po. Po kur i din të qaq mirë, dhe më tonë rasti fundit që ka qenë në një emision, një i Bajgore që ka full. Mas i pedishe qaq mirë, që si arë me lëftu, që si arë në komandë brigadës të anë, me tonë, po du mu vesh pjesari që kësë. Unë pas me nësim, ja siguru armën e me adhonë gjitha. Por nuk ja ka majtë me armë me lëftu, e tash qka? Tash për qashje politike që është tjetër parti, tash duhet me jellos këtë veterante, këtë invalidete, këtë dëshmorta, kjo është e tepërt. Inshallah, nalen, dikon, po mënyrën që shush ka shkan, nuk po shë mirë. Se edhe durimi e ka një farfuni, po nduke që ka farfuni ma. Nuk lejoj me manjellos asni ushtar dhe brigadës, se limo invalid ose dëshmor. Është koha që duhet më nalba. Ose ka më balafaqu me zdanjone. Për gjithësa mirë që është bon shalë, jem bazë bashkë me qata bashkëshatar që ne kanë qilë derën, nësë kena pas kazerma. Shpijat e ty ne kena pas fillim. Ata në kanë donë me hongre me pi, s'kena pas as buk. Kretë shaljan ne kanë qilë dyrt për me mujtë më organizu nësë i brigadë, mu formue, mi bo batalionet, me bo kazerma, në më thonë pandimin e ty nësë kësha mujtë. Asë njësë kësha mujtë në mbjetuë. Po të pakten, dilë folat realitetin që ka është. Unë apët për tamë. Gjdo pa drejtësi në teritor të shalës, që ose ka bo një pjestori, brigadës, një 4-1, unë jam përgjecë. Unë e marë përgjecësin. Po i di që në asë një pjestori, brigadës, nuk e ka bo asë një sen, damshëm për popullat ose për këndëqot ato.